Hetimet në lidhje me trafikun ndërkombëtar të narkotikëve, duke se kanë marrë një kthes të papritur pas dëshmisë së dhënë nga një ish-nën oficer, i cili ka punuar në bazën ajrore të Gjadrit. Kjo dëshmi është administruar nga policia ushtarake në 17 tetor të vitit 2013, pra vetëm një muaj mbasi ishte ndërruar qeverisja e vendit. Dëshmia e dhënë nga nën oficeri i mësipër është përdorur si një provë fort si për hartimin e raportit përfundimtar të Komisionit Hetimor Parlamentar, ashtu dhe për dosin e cila i është dërguar prokurorisë së krimeve të rënda dhe i është bashkëngjitur tashmë dosjes së ngjarjes së 10 majit, kur u rrëzua avioni sportiv i drejtuar nga shtetasi italian Giorgio Riformato. Mbas dëshmive të fundit të siguruara nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit, po ashtu dhe nga raporti përfundimtar i Komisionit Parlamentar, i cili do t'i dërgohet prokurorisë së krimeve të rënda, hetimi do të jetë gjithëpërfshirës. Tashmë nuk është një, por 3 prokurorë të prokurorisë së krimeve të rënda, të cilët janë duke hetuar në një çështje me përmasa të mëdha trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Grupi i prokurorëve të prokurorisë së krimeve të rënda ka marrë në shqyrtim jo vetëm ngjarjen e 10 majit, kur avioni i shtetasit italian Riformato u rrëzua në plazhin e Divjakës, apo dhe shtetasit shqiptar të arrestuar në lidhje me këtë ngjarje, kryesisht emigranti Sajmir Bajrami nga rrethi i Krujës, apo dhe shtetasit nga Lushja, i cili u arrestua disa ditë më vonë si personi të cilit ishin gjetur gjurmët e gishtave në amballazhet e lëndës narkotike të sekuestruar nga policia gjatë pasdites së 10 majit 2014. Objektivi i hetimit të prokurorisë së krimeve të rënda tashmë është të shtrirë në një periudhë më të gjatë kohore, duke nisur qysh nga viti 2009. Edhe pse në të vërtetë dëshmitë e siguruara deri tani janë përpjekur të hedhin dritë se ky trafik është denoncuar të paktën qysh nga tetori i vitit 2012. Për periudhën tetor 2012 deri në mars të vitit 2013 ekzistojnë dëshmi të plota të faktit se në raportin e Gjadrit uleshin e ngriheshin avion të palicencuar, të pa autorizuar, përmes të cilëve dyshohet se transportohej lëndë narkotike. Oficerët të cilët kanë qenë duke patrulluar zonën dhe që kanë parë me sy të tyre avionët që furnizoheshin me karburant, teksa në to ngarkoheshin pak automështjella me natriban, jo vetëm që nuk janë dëgjuar nga eprorët e tyre, por janë urdhëruar të mos raportojnë e të mos pengojnë avionët teksa ata uleshin e ngriheshin nga pista e aeroportit ushtarak të Gjadrit. Maditshmëndoria ka arritur deri aty sa njëri prej ushtarakëve që ka akuzuar të raportojë uljen e avionëve është kërcënuar dhe më pas e kanë larguar nga aeroporti i Gjadrit duke i dhënë një detyrë të re, larg ngjarjeve për të cilat ai kishte qenë dëshmitar okular. Duket paksa e çuditshme se pse ish kryeministri Berisha dhe ish ministri mbrojtjes Imami nuk morën asnjë mas në kohën kur ata drejtonin institucionet kryesore të vendit për të mos lejuar trafikun e lëndëve narkotike me mjet e transportit ajror. Dhe çka është më e rëndësishmja, përse oficeri i ushtrisë shqiptare, që ishte dëshmitar i ngjarjes së uljes së avionëve në aeroportin e Gjadrit, urdhërua të mos fliste për këtë çështje. Madje, pasi dëshmoi për uljen e avionëve, urdhërua të largohej nga baza e Gjadrit ku shërbente prej vitesh. Për periudhën tetor 2012 deri në mars 2013 ekzistojnë dëshmi të plota të faktit se në aeroportin e Gjadrit uleshin e ngriheshin avion të palicencuar dhe të pa autorizuar, përmes cilëve dyshohet se transportohej lëndë narkotike. Oficerët, të cilët kanë qenë duke patrulluar zonën dhe që kanë parë me sytë e tyre avionët teksa furnizoheshin me karburant, teksa në to ngarkoheshin pako të mbështjella me natriban, jo vetëm që nuk janë dëgjuar nga eprorët e tyre, por janë urdhëruar të mos raportojnë e të mos pengojnë as pak avionët teksa uleshin e ngriheshin në aeroportin e Gjadrit. Gjithçka ka ndodhur në tetor 2012 deri në mars 2013, kur kryeministër ishte Sali Berisha dhe ministri i mbrojtjes ishte Arben Imami. Meqense dy këta prej javësh kanë lëshuar akuza në drejtim të forcave të armatosura, a mund na përgjigjen sot dhe thonë, a kanë pasur këta informacion mbi këta avion
që fluturonin dhe uleshin pa leje në kohën e qeverisë së tyre, duke abuzuar me strukturat e ushtrisë dhe duke përdorur emrin e institucioneve të inteligjencës. Dëshmia e nën oficerit të aeroportit të Gjadrit e administruar nga policia ushtarake në datën 17 tetor të vitit 2013 hedh dritë mbi atë që ka ndodhur në këtë bazë ushtarake të ushtrisë shqiptare. Periudha për të cilën dëshmon nën oficeri përkon me kohën kur ministri i mbrojtjes ishte deputeti aktual i opozitës Arben Imami dhe ministri i brendshëm po ashtu deputeti tjetër i opozitës aktuale Flamur Noka. Nën oficeri ka treguar se ai vetë ka qenë dëshmitar në periudhën nga tetori 2012 deri në mars të vitit 2013, kur disa avion janë ulur në aeroportin ushtarak të Gjadrit, të dyshuar se janë ngarkuar me lëndë narkotike nga grupe kriminale. Referuar dëshmisë së plot, të dhënë nga nën oficeri me inicialet SG, në datën 17 tetor të vitit 2013, të administruar nga policia ushtarake, rezulton si më poshtë. Kam qenë me shërbim në aerodromin Gjadër-Lezhë nga 2011 në 2013. Gjatë kohës që kam qenë me shërbim, në muajin tetor 2012, kam patur informim nga persona që kam bagëti se këtu ulet një avion charter në fund të aerodromit që ngarkonte disa arka të dyshimta. Në një prej ditëve që unë isha me shërbim, ulet avioni rreth orës 7:30, për cilin kam komunikuar në telefon me komandantin e truprojës së bazës së Gjadrit dhe i kam thënë se vjen një avion charter. Komandanti i truprojës, me iniciale EM, së bashku me një roje që ka po të njëjtat iniciale në fakt, SG, kanë shkuar në aerodrome me motociklet dhe kanë gjetur avionin dhe 5 persona të tjerë dhe kanë konstatuar furnizimin me karburant dhe pakot të mbështjellja me natriban të avionit charter. Sa për ilustrim, ju si media, ne si antarë të komisioni, për besoj dhe publiku, e ka shumë të qartë se çfarë mbështjellet me natriban, çfarë përfaqësojnë pakot e mbështjellja me natriban. Përfaqësojnë thjesht dhe vetëm pakot në të cilat paketohet lëndë narkotike. Janë pyetur personat në fjalë, pra personat që u gjendën në bazë, se çfarë po bënin në një bazë ushtarake. Dhe përgjigjja ka qenë se po bënin stërvitje në luftën kundër narkotikëve dhe se ishin të shikut. Kur komandanti i truprojës u ka thënë se po vjen përgjegjësi, njëri prej tyre u ka thënë se ne jemi të shikut dhe ka nikur. Dëshmitari i SG në informacionin e tij pohon se ka komunikuar me kapitenin me iniciale ASH, duke i thënë shprehimisht se ishte ulur një avion i cili ka ngarkuar diçka të dyshim. Ky i fundit ka komunikuar me oficerin e drejtimit me iniciale BD, i cili ka tentuar ta mbulojë këtë fakt, pra oficeri i drejtimit, duke i urdhëruar që të mos raportojë që është ulur avioni, por vetëm që ka fluturuar dhe se s'ka se çfarë ju duhet me këtë punë. Nga verifikimet që ka kryer policia ushtarake dhe shërbimi informativ i ushtrisë, rezulton se për periudhën 5 korrik 2012 deri në datën 28 shtator të vitit 2012, po ashtu dhe për periudhën 5 shkurt 2013 deri më 10 shkurt 2013, nuk është mbajtur asnjë shënim në librin e shërbimeve në aerodromin e Gjadrit. Ky libër në vetvete është një regjistër në të cilin shënohen të gjitha lëvizjet që bëhen në aerodrom, qoftë edhe zëvendësimi i trupave gjatë turneve. Por ajo që lë më shumë dyshime është fakti se këto shënime nuk janë kryer në periudhën në të cilën dëshmitari okolar i ngjarjes ka raportuar uljen e avionëve sportiv, të cilët ngarkoheshin me karburant dhe me një lëndë e cila dyshohej të ishte lëndë narkotike. Një fakt tjetër interesant është edhe detaj se komandanti i rojeve të bazës Gjadrit i ka pohuar oficerit i cili ka bërë denoncimin që të mos raportojë asgjë nga ato çka kishte parë në aerodrom. Fakti që ai ishte dëshmitar okular dhe kishte raportuar njëra mbas tjetrës disa ulje të avionëve të dyshimt në bazën e Gjadrit dhe po ashtu ngarkimin e tyre me lëndë të dyshimt ka ndikuar që ndaj tij të merren masë konkrete duke lëvizur nga baza e Gjadrit ku ai shërbente prej vitesh në një destinacion tjetër ku nuk përbënte problem për narkotrafikantët. E njëjti avion, gjithmonë i referohem dhe citoj dëshminë e dëshmitarit SG,
E njëjti avion ka fluturuar pas 2 ditësh, por nuk është ulur në gjadër. E njëjti avion ka ardhur dhe pas 2 javësh. Dëshmitari e ka parë personalisht në po këtë periudhë, tetor 2012. 4 apo 5 persona që ngarkonin avionin me karburant dhe me pako të mbështjella me natriban. I ka pyetur nëse kishin autorizim dhe ato i kanë dhënë të njëjtën përgjigje, ne jemi të shish. Personat në fjalë ishin të armatosur sipas këtij dëshmitari. Dëshmitari SG ka komunikuar sërish me një epror me kapitenin ASH, i cili i ka thënë të mos u hapte telashe. Pas këtij momenti, avioni ka shkuar në gjadër edhe 2 herë të tjera, e njëjti avion bëhet fjalë, por dëshmitari nuk është afruar pasi disa persona nga Shkodra i kanë thënë se për të punuar në aerodrom kishin marrë leje nga Ministria e Mbrojtjes. Menjëherë, pas këtyre ngjarjeve, në fillim të vitit 2013, pra menjëherë mbas fundit vitit 2012 kur ky ka parë këtë ngjarje, dëshmitari SG është lëvizur nga shërbimi në venddislokimin e gjadrit për një vend tjetër pune. Përveç materialit hetimor të përgatitur nga Shërbimi Informativ Ushtrisë dhe nga Policia Ushtarake, tashmë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda do të depozitohet edhe raporti i përgatitur nga Komisioni Hetimor. Në kërkesën e raportit hetimor parlamentar, theksohet se dërgimin e të gjithë materialit të shqyrtuar dhe administruar nga ky komision, Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë me qëllim vendin përpara përgjegjësisë të gjithë personave zyrtar shtetëror ose jo të tillë, të cilët kanë bërë të mundur ngritjen dhe funksionimin e një linje të rregullt të trafikut ajror të narkotikëve nga baza ajrore e Gjadrit. Deputetët e mazhorancës, antarë të Komisionit Hetimor, pretendojnë se të gjitha informacionet e klasifikuara të vëna në dispozicion të tyre në lidhje me drogën, faktojnë një zëri se asnjë avion nuk është ulur në aerodromin e Gjadrit gjatë kohës kur mazhoranca e majt mori pushtetin dhe deri në momentin kur po hartoi ky raport, duke refuzuar kështu pretendimin e bërë nga opozita dhe nga ish drejtuesit e lartë të qeverisë së djathtë për shfrytëzimin e infrastrukturës së forcave të armatosura nga narkotrafikantët. Ministria e Mbrojtjes dhe të gjitha strukturat e varësisë saj, duke nisë nga Komanda e Forcës Ajrore, nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes, Policia Ushtarake, Shërbimi Informativ të Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, Autoritetin e Aviacionit Civil, Alp Kontrollin, Drejtorinë e Doganave, të gjitha këto institucione na janë vënë në dispozicion, na kanë dhënë informacionin që disponojnë. Ky material është i tillë që do të na tregojë me siguri shkallën e vërtetësisë të gjitha akuzave publike të ngritura deri më sot. Të dhënat janë të tilla që sqarojnë qoftë gjendjen para 23 qershorit, qoftë gjendjen pas 23 qershorit. Dhe do të shohim se cila është shkalla e vërtetësisë të këtyre akuzave që janë bërë publike deri më sot. Pretendimi i deputetëve të mazhorancës sotme në lidhje me faktin se trafiku i lëndëve narkotike me mjete ajrore ka ndodhur gjatë kohës kur në pushtet ishte Partia Demokratike, ka hasur në rezistencën e deputetëve të kësaj të fundit, madje duke deklaruar se ky komision hetimor në vend që të hedhë dritë mbi të vërtetën, po mundohet në mënyrë të turpshme të fshijë provat dhe të asgjësojë gjurmët e narkotrafikut të organizuar nga mazhoranca e ardhur në pushtet mbas zgjedhjeve të 23 qershorit 2013. Ku i keni mushkonjat zoti Rama që Fela i zbuloi se ishin avion? Ku i keni guralecët që nuk i lejonin mushkonjat të uleshin në gjadër? Kush ra më parë? Piloti, avioni, rrota apo freksioni? Përgjigja është e qartë. Në të vërtetë është rrëzuar kryeministri dhe me komisionin Felaj ka rënë një herë mirë dhe arsyeja dhe shëndeti mendor i kësaj magjorance. Partia Demokratike përsërit kërkesën se vetëm një hetim serioz për trafikun e drogës do të nxjerrë përgjegjësitë politike dhe do të parandalojë këtë dramë të madhe për vendin tonë. Zhdukja në mënyrë të dukshme dhe të qëllimshme e të gjithë dokumentacionit shërbimit për një kohë të gjatë, ngre dyshimin e arsyeshëm dhe të bazuar se në aeroportin e Gjadrit po zhvillohej një veprimtari e palishme. Tashmë i ngelet organit të akuzës të provoj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në aeroportin e Gjadrit.
Në raportin e Komisionit Hetimor Parlamentar, deklarohet se është ulur qëllimisht siguria në bazën e gjadrit për të favorizuar narkotrafikantët. Ka qenë pikërisht ky amulli e krijuar në strukturën e ruajtjes dhe sigurisë së aerodromit Gjadrit, pas përfshirjes së tij në planin e përhapjes, ajo që me sa duket ka sjellë dhe abuzimin me detyrat nga ana e personelit në fjalë, deklaroi kryetari e këtij komisioni deputetja e mazhorancës Ermonela Fela. Sipas saj, 6 mujori i dytë i vitit 2012 përkon jo rastësisht dhe me periudhën kur në mënyrë të përsëritur janë parë avion që ngarkoheshin me lëndë të dyshuar si drogë, ndërkohë që ishin ulur qëllimisht në mënyrë drastike numri i personelit ushtarak që bënte shërbim në Gjadër dhe që me siguri do të mund të ishte dëshmitar i asaj veprimtarie të palishme. Grupi hetimor, i përbërë prej 3 prokurorë të prokurisë së krimeve të rënda, tashmë i mbetet të hedhë dritë dhe të provojë nëse qëndron në akuza e ekzistencës së trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike me mjetet të transportit ajror, duke përdorur infrastrukturën ushtarake për një periudhë prej gati 4 apo 5 vjeçare. Dëshmit, provat dhe raportet e siguruara nga shërbimi informativ ushtrisë, shërbimi informativ shtetëror, nga policia ushtarake, policia e shtetit dhe deklarimet e marra nga dëshmitar okular të ndryshëm tashmë janë të archivuara në dosje voluminoze të prokurisë së krimeve të rënda.